të lexoj. Po, huaj nuk ka qenë as Arthur Eleison, shkencëtari më i madh anglez. Po, studius më i madh i elektronikës. Mirë, po i ka interesu çka është njeriu. E tash përveç shkencës natyrore, ka ditë ligjin e Darwinit që s'përkon me të vërtetën, kërkon. E tash ai o interesu me studiu, me marrë shënime prej feve. Qysh komentojnë fet, qysh transmetojnë fet, lidhën me njerin, lidhën me botën e gjallje. Tash ai ka thot në krishterizëm ku jetu. Por ka studiu budizmin, ka studiu hinduizmin, ka studiu ka këshyrat e fe tjera, paganizmin e tjerë. Ata shikoj edhe islamin. Shka thot islami? Kur vjen aty, fjala islam për kushtim ndaj krijuesit. Kush qenë ka krijuesi? Krijuesi qenë ka ajo qenje që për rregulloj ka natyrën, ligjit e natyrës. E tash, ai e pranon fenë islame, vendos me pranu edhe shkon në Aleksandrinë. Në Aleksandrinë bëhet një takim, një kongres shkenca dhe islami. Aty që thot njerëz, thot unë e kam emrin Arthur Eleison, jam shkencëtar i elektronikës, por më ka interesu, kështu ju shpjegon për punën e tij shkencore dhe fetare, edhe thot du ta pranoj botënisht tash islamin si fe, por edhe emrin me ndru, emrin e ndrën e Ban Abdullah. Thot krejt kongresi kanë qajt me latë.